A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë me dersin e Imam Ghazaliut. Për fundi vitin e kaluar kemi mbajt ders. Tash 1 vjet ka kalu dhe e vazhdojmë dersin. Ky kitab është i shkruar lidhje me ne si xhamatli, si duhet me ju qas, ajeteve müteshabih, ajeteve që në lexim të parë mund t'i keq kuptoje një musliman fillestar apo i thjesht. Dhe mas tepërmi, qëllimin e ka pas për ne hoxhallarët se si duhet dhe paraqesim këto tema xhamatlive, Imam Ghazali e ka marrë lapsin dhe ka shkruar këtë kitab. E sot ka ardhur puna edhe në struk, çfarë bereqeti ka dhënë Allahu apo. Me qindra vite lexohet ky kitab, sot elhamdulillah në këtë mezhlis lexohet. Do mundohemi sa më thjesht, sidomos kjo temë sonte që na parashtron këtu Imam Ghazali, është pak e vështirë, po me ndihmën e Allahut do mundohemi me sqaru sa më kollaj. Dersin e kaluar, tema ka qenë kështu, për gjërat që na kanë ardhur me dhën. Dhën do thot kur nuk e dish diçka 100%. Edhe neve bërëm për këti kitab që këtë duhet ta kuptojmë. Këto ajete nuk mund t'i sqarojmë 100%. E kur themi Allahu Teala sundon arshin, edhe atë nuk e themi 100% sundim. Allahu Teala rregullon arshin, po thujshim mund të jetë njëna prej këtyne kuptimeve. Tash vazhdon pak sikur një monolog, dialog si i thunë. Nëse thot dikush për argument të kundërt, thot, pse dush të në ndalish neve mos i bisedojmë këta tema me xhamatlit, kur unë thot do t'i parashroj tash 3 argumente dhe do mundohet Imam Ghazalin ta binde. Thot e para është se ai njeri, nëse beson 100% kështu, e shpreh atë që beson dhe është njeri sinqert, sadik, do me thënë nuk gënjen. Atër kjo është halal. Shif, nuk gënjen, e thot atë që i beson, aty i pushon zemra, pse tjetë kjo diçka e ndaluar. E dyta thot, në për tefsiren e shojmë se ulemat, i kanë dhënë mendimet e tyre, atër edhe ai alim do të thot, është qetësu në atë mendim, që e ka shkruar në librin e vetë, lidhje me këto ajete. Dhe treta thot, të ishem problem me u përhap në xhamat këto tema, atëherë tabiinët, selefët, nuk do të na i përcjellshin këto rivajete. Apo, këto hadithe do i kishin qef. Do kishin mendu ma shumë se neve. Ma shumë se ne dhe kujtojshin të mirën e xhamatit. Ato nesër mund t'i keq kuptojnë, haj atër t'i mbyllim këto tema, mos i transmetojmë këto hadithe. Kështu do kish ndodh, thot ai përballë. Dhe Imam Ghazali është ky shumë kollaj e gje përgjigjen, edhe neve tash na duket kollaj se ai ne ka parashu në libër. Ama mos e kishim lezu këtë libër, asnjëherë nuk na kujtohesh te xhevapi. E para thot, ti thuaj se ai është i sinqert dhe nuk të gënjen, ashtu beson se aty qetësohet zemra. Thot, është halal, do të thënë lejohet me fol atë që i beson ti, kur nuk do ketë zarar në masën e gjërë. Tash ti si hoxh, i besove kështu dhe aty t'u qetësua zemra, nuk do të thotë se edhe xhamati aty mund të qetësohet për këto ajete që nuk kuptohen në lezim të parë, müteshabi. Se për të falë 5 vakët namaz aty sigurisht që s'ka dilema, s'ka dy mendime. Sot mo do të çelin edhe ato tema. Fjala salat do të thosh ka dua, prandaj kur të dush një pjesë të ditës bën dua e ne usos. Namaz nuk paska në islam. Edhe këto do t'i ngjojmë xhamat. Edhe këto do t'i ngjojmë. Nëse dhe elam Imam Ghazalin mas dore, nëse këto derse nuk do t'i ngjojmë me seriozitet, nëse dhe elam pak shkeleshkoj islamin, ajbe se s'ka lidhje. Nëse do zgjedhim Solenka ma shumë se hoxhallarët që i dëgjojmë. Nëse Manchester City me Manchester United na duket më interesant se derset që mbajnë në këtë mezhlis, atëherë mas disa gjeneratave. Dhe dominoje që kjo frym. Gjali, nipi, Allah ja Rabi në ruj, në those, hoxho ju na keni gënyu, babi ju na keni gënyu, ju s'dikeni, nuk pas ka namaz në islam, dhe thënë. Mo be hoxho pika e dishkët,
mos je ti menaxhim, mos je sihirbaz, mos je fallxhor, jo beloç, pi praktike e thon. Ana dulen gjemtrit që than, po ju s'dikeni të falni namaz, po ju s'dikeni tekbir të merrni. Po ju se dikeni se qenë ka kjo bidat, kjo qetra bidat. Fillon të na shesin mend, e njëjta do të ndodhë. Këto problemit e neve. Neve nuk e marrim seriozisht këtë punën e dersit, qitapit, xhamatit, mezhlisit. Elhamdulillah mundohemi me çatot tona. 10 veta, 15 veta, 20 veta. Çaqet në Tetov, elhamdulillah, ne pak ndoshta se më shumë popullsi ka. Ama nuk është e mjaftueshme kjo. Nuk është e mjaftueshme. Se një djalë i ri 15 vjeçar, 20 vjeçar, dhe të shikon ku ka gjallëni më shumë. Dhe hyen me mezhliset tona, fës. Në xhamia tona dhe hyen yatsia me 7-8 veta, aman ja Rabbi. Një safe gjys me se bohemi ndonjë natë. Sabajs diskutohet, do shkohet diskotekat full. Në diskotek. Ky që e ka nasipin diskotek, ai tjetri që do se din të mësoje, do shkojnë në një mezhlis tjetër që në mësojnë se gabim ne kemi fal namaz 500 vjet, dhe e shofe kitë 3 grumbull që kështu, do those që këto janë të vërtet. Këtë nuk e thujnë më edhe trit, këtë e thujnë edhe burra të mdhej, burra që studiojnë nivel universitar, bile dhe japin mësim nivel universitar. Mashtrohen me vjusa në YouTube, ky pas ka ma shumë fam, atër unë e dyshoj për teje, a i dul më i mirë, thot. Subhanallah. Ja Imam Ghazali tash. Nëse të kthehemi në temë, përgjigja është shumë e thjeshtë. Ti mund ta shpresh atë që i besosh vetëm me një kusht, nëse nuk do shkaktojë huti në xhamat. Ndoshta xhamatlis tjetër nuk di qetësohet zemra aty, shif i shkaktove dëm. Prandaj nuk e kije halal, sidomos në për mimberat të xhamis, në këto tema me hyn detaje dhe me thënë atë që ti beson. Zatën edhe ne vetë 100% nuk u desht me i besu fiks kësaj apo. Se duhet një argument për Allahut ose për pejgamberit. S'ka ardh, shprove Allahut, myte shabihat e ti kalan, që neve ti nështruemi ulemat, shka kanë thanë qaq. Ama 100% shu strikt, jo. Mirë. E dyta thot, çka ishte e dyta? E në për tefsire, në për librat e sheriatit kalojnë këto mendime, thot këtë nuk e pranojmë. Ulemat e tefsirit nuk kanë folë për sifatet e Allahut, sidomos gjeneratat e parë. Atë temë e kanë mbyll, kanë thënë Allahu e di më së miri, edhe. Kur kanë nis komentet, kur kanë fillu me u deviju akidet e muslimanëve. Kanë nis të prekin njerëzit, kanë nis të komentojnë këto ajete, apo jesh lidh direkt ashtu si e lexon në lexim të parë dhe ka fillu të japë formë Allahut. Allahu është nalt, Allahu është poshtë, Allahu ka dorë, ashtu kështu. Allahu pa tjetër bashkë me atë, të ekzistojë edhe diçka tjetër që ta paraqesë fuqinë e tij aty. Kjo është akide shumë e rrezikshme. Bashkë me Allahu nuk mund të ekzistojë diçka pa fillim. Kët nëse be nuk do hymë, shash thellë se nuk duhen ne për bëjmë përçarje shumë ama. Shumë hoxhallar që na duken neve kush e diçka, që kështu besoj ka. Neve na akuzojnë me filozofi, ato bëhen filozofa më të mëdhenj. Kur ka fillu mapa, bas një kohë, akidja e muslimanëve të devijoj, atëherë kanë hyrë në këto komente. Se me i pa gjeneratat e para, i kanë mbyll këto dyer. Dhe treta, ulemat i kanë transmetu këto, thujemnin transmetime këto rivajete. Po, është e vërtet, i kanë transmetu, mirë po, i kanë transmetu, jo për sifatet e Allahut. Po hoxho, aty në mes kalojnë edhe sifatet e Allahut, hadithet që nuk janë mütevatir, apo ajetet nuk mund të vendosin për çështjet themelore aslije në akide. Për çështjet dytësore në akide, mund të vendosin. Do me thënë, kalon një hadith në Bukhari, një lloj sipas mezhebit ton që nuk mund me hadith ta zdrojsh Kur'anin, me hadith nuk mund të zdrojsh Kur'anin. Se hadithet shumicat janë ahad. Ahad i vend që nuk janë transmetu për një kalabalek i shumë të madh. Me disa njerëz na kanë ardhur. E tash ulemat kanë shti do parime. Këto hadithe që s'kanë ardhur me një kalabalek shumë të madh, i pranojmë, me ato veprojmë, që mje kërlishojmë tërlek, mbajmë ku edi bajramin e festojmë, e kështu me radhë kitë që këtë sheria që jetojmë, ama për çështjet e akides, si dhe cilësojmë Allahun këto hadithe,
nuk mund të jenë aq të fuqishme që ta zdroje Kur'anin që ka thënë lese kemi thishi. Si Allah nuk ka asgjë. Atëherë në moment kur në hadith kalon dora, zbret 1/3 e natës, se kështu me radh, nga Kur'ani nuk ta lejon Allahu Teala, ashtu ta kuptosh në lexim të parë dhe pikë. Kjo është parimi ulemave. Ndërsa hadithet për çështje dytësore në akide mund t'i përdorim. Si për shembull, Allahu Teala është i pafillimt? Po. Dhe këtë e dim ne që nga pejgamberi i parë, ne e dim nga njeriu i parë Hazreti Ademi me çdo pejgamber që këtë ne ka mësuar. Se Allahu Teala s'ka fillim, s'ka mbarim. Mirë po, kjo nuk ka kaluar në për fjalë. Mirë po, logjika e thjesht, logjika e shëndosh e njerit këtë e pranon. Nuk mund të ketë diçka në fillim me Allahun se bëhet shirk në një sefat. Atëherë kjo u bë tamam. Asli. Çështje dytësore, cila mund të jetë, a mund t'i themi Allahut i pafillimt? A mund këtë shprehje ta përdorish? Shif, mund të besojsh, ajo u bë diçka elementare. Dytësore, a mund ta shprehim neve këtë? Fjala qadim për shembull. I pafillimt themi, apo? Fjala qadim, Allahu Teala është qadim. Këtë duhet ta besojsh patjetër, se është rrënja e akides. Gjëja kryesore e akides. Nuk mund të thosh Allahu ka një fillim, se kështu nuk mund të jetë Zot atëherë, estakfirullah. Duhet paratit këtë dëkushi. Tamam këtë e kuptum. Po a mund ta shprehim neve këtë? Në Kur'an a kalon Allahu është qadim? Jo. E kalon me një hadith? Atëherë çën çështje dytësore. Mund ta shprehim për Allahun një sifat, një emër që nuk kalon me që themi mutevatirin, me Kur'an apo me hadithet që kanë ardhur me kallaballik të madh. Tamam. Edhe kështu thot Imam Gazali, kjo pika e tretë ti që thush, ulemat ne kanë bo transmetime këto, se e kanë ditë ajo gjenerat nuk ka asnjë farë problemi për t'i kuptu këto probleme. Këto neve që na duken probleme, këto rivajete. Për neve është tash problem, se neve marrim vesh për zanatet tona më shumë se dia islame. Neve marrim vesh më shumë nga klimat, nga perdet, se sa feja islame. Kjo vlen edhe për ne hoxhallarët. Edhe për ne hoxhallarët. Veshim këndej, në kërcofu ndale me një xhami ta falim akşamin. A imami i xhamis mlavdroj, stakfirullah, vallahi me të mbare pi Allahu xhelle xhelal. Ama shumë interesant, merr tha, nga qyteti i hoxhallarëve ndej aty ka qenë Mulla Rafiz Efendia. Do me thënë e kanë gjuhë famën e ati. Dhe hafëzit të madh, do thënë, hoxhallarë, hoxha i hafëzlarëve, Mulla Mahmud Efendia. Thot nga qyteti, se më prezantoj para xhamatit. Unë s'disha ka ta fus kryen. Unë s'disha ka ta fus kokën. Nevi nivel shumë të dobët, shumë të ullët, plus edhe ne hoxhallarët bile këtë duhet kështu ta besojmë dhe ta pranojmë. Nuk mund të matemi me këtë ulema. E tash këto gjeneratet e parë, ai kur e ka përcjell këtë hadith, ai nuk e ka pa këtë si problem. Ai thotë e din se ky që do e lexojë nesër e kupton. Ani se kam thënë unë këtë rivajet, ashtu e kam dëgjuar pi sahabëve. Sahabiu kur e ka dëgjuar pi pejgamberit, ai e ka kuptuar qëllimin e pejgamberit. Nuk ka dishu a ka gishta Allahi halis kështu. E di se nuk e ka për qëllim primar atë në lezim të parë që kuptohet, detaje nuk hy se qëllimi i pejgamberit ka qenë të ai hadith të ma tregoje vlerën e namazit të tehegjudit. Allahu Teala që themi neve, thojza, gjuhën shqipe, zbret. Jenzilu, zbret në qiellin e parë të kësaj dynjas, apo ta lexoj bare hadithin. Që Jenzilu Allahu Teala kulle lejletin ila semai dunja, zbret në qiellin e parë të dynjas themi, ama nuk o halal me thanë zbret gjuhën shqipe. Veç e përkthej kështu. Jenzilu ban Allahu Teala. Dhe të those, helmin da'in festegjibe lehu. A ka dëkushi që dë lutet, tash që pranoj me njerë lutjen. Helmin mustakfirin faghfira lehu. A ka dëkush që dë kërkoje falje, që t'ja fali. Neve u desh të gjira praktike me u koncentru, se këtu ka motivim të madh për me u qut të e gjut me fal. Një njeri për nat me fal të e gjut, gjdo nat me u lutë Allahut ihdina sirata al-mustaqim, as akiden nuk dhe gabonte, dhe runte Allahu Teala me atë nur të ibadeteve, sebeb dhe boshin ibadetet tjaruja akiden. Qëllimi ishte neve të kërkojmë falje për gjunafe, o xhamat. Neve kemi shumë gjunafe. Neve kemi shumë gabime që i bën brenda dite, që këtë pjesë të natës duhet ta përdorim për ibadet të kërkojmë falje Allahut. Ne harrum këtë pjesë, u kapëm se ka thënë jenzilu. Zbret, në thojza. E tash Imam Gazali thot, këtë ulemat e kohëve të para e kanë kuptuar shumë thjesht, se qëllimi i pejgamberit është na motivojë neve për tehegjud, se ajo është ibadeti më i mirë mbas farzeve.
Shkaku i pjesës që thot zbret, mos e kishin transmetu ulemat këtë, ne do kishin bet pa namaz të gjudi. Nuk do kishin do një shtytse për me uzgju namaz natë me falë, që me gjithë këtë hadith, s'na shkon dërmen ngremi namaz natë të falë. Rim derin 2-3 natës, në vejnë më interesant, e rezikojmë doshte edhe sabaj. Hoxha pe ka e dishve a për mu folish? Une, rejra. Qaj, i njeti jam. Kemi harru kur kemi flet par orës 12. Edhe sajr ka ma, asë shashtove gjema. Sajr ka marti rras kapitën në shtëpi. Shif, e kam fali atësin, sytë me zese i mbaj qel, a hysh në shtëpi. Hik gjumë. Se dhja është energjia ati të voglit, a maj 9:10 flen. Atër vjen shejtani e thot, tash e meritojsh pak edhe ti, apo t'ja bësh qefin vetes, edhe marish këtë pustë, hajt ta shoh çka ka ndodhur sot. Çka ka ndodhur këtë dynjaja këtu? Nuk o veç tetova, veç struga, e ne fillojsh. Hajt ta çon një mesazh. Ky thirr, më ka marr malli, motis kemi fol, si e mirë, ande kënde. Kur e kthesh në shtëpi, po edhe kjo ekzistoi ka në shtëpinë time. E ne kjo meriton pak muhabet. Hajde pak edhe më atë muhabet. Minutën e 30 në fillon ngrindjet apo. Pse kët? Nesër pse ashtu, pse kështu? Gje pse ashtu, pse kështu? Kur e shoh satin 1:30. 1:30. E derisa të përgatitesh, ti çesish rrafës, 2:30. Se di një saat si shkon aty veç ti nxjerrim këto pijamet ti veshim, se di si bëhet. E di, piksaj bëhet prap. E ne bëhet ora 3 natës. Atë kohë Allahu Teala ka kriju ne të bëjmë ibadet. Atë kohë Allahu Teala i qel ke dyert e qiejve, hajde ta shoh kush ka dhe kush lutet. T'ja pranoj, neve si me i thanë Allah, gjim duhet, gjim duhet vetet mi pranoj shlutje. Unë dhe qëlloj qefin tem, unë dhe qëlloj video, unë dhe luj dhe një lojnë kompjuter, unë dhe luj PlayStation, FIFA, kusha mi ishe ti fundi, mi fshash gjynafet. Me praktik që këtë e thuj. Njidhje me këtë, më kujtohet, thënja, hoxhës tem të dashur Mahmud Efendis në Stamboll. Shife çfarë terbije e xhamat. Terbije, krahas asaj farzit, sunnetit, praktikës duhet edhe një terbije. Njerë me ndjenjat kemi terbije ndaj Allahu xhelle xhelal. Thot një musliman, nëse shkon në xhami të falet, edhe del nga jo xhami pa i bot të spajt në fund të namazit, që se cili pej neve. Tren të uvadin. E nisëm si kur arin tu hec. Ku jo me as të spajt se një që nesëm kam bet të gjybi aty. U bo tren, si thot. E njerë e nisëm si kur udhës tu hec për ka shpia, di bëj shpejt e shpejt, ose për ka zyra, une këtë këshu më mashtron mu shejtani, 2-3 dit e vazhdojsh, 4 dit në dalë dëkush, selamun aleikum, thot, në beti. Nesër mitë, po se si gjenë nuk e bane, vazhdojnë e sot mos e bane. Si thot Ahmed ibn Hanbeli. Njëherë të ndalish nga një ibadet që e ke bo vazhdimisht, do të thot ajo u zhduk. Njëherë, po ja hape derën shejtanit. Që të bëhet halli, po që? Që të bëhet halli? Rim si kur shumë të frym jemi, apo s'kom nevoj për ibadet. Ai që del pa i bot të spajt nga xhamia, që kshu i ka thanë Zotit me trupin e vetë dhe me mimikat e veta. U lodha tu të boj ibadet. Du të dal pak ma herët. Tash, normal, tash jemi neve këtu. Dëkush mund të në të mërzite, në të dale, ama mund të mpreke mu shumë kjo. A une nuk kombo kur një të mire ty. Allah neve në ka kriju, këtë mirat në i ka dhanë, e në neve dalim ma herët se për çka, për një kafe, për një çaj të apim ma herët. Nuk i bëjmë të spejt. Tënë terbije duhet me pas. E tash, këto hadithe neve në erdhen për të na motivu të bëjmë ibadet, bëjmë robër të dashur të Allahut, jo të hymë në grindje të akideve, me gjithat duke rujt akiden e pasër të ehli sunnetit, jo të hymë në teshbih me përngjasu Allahun në krijesa. E thot, në atë kohë, Imam Gazaliu thot, nuk kishte problem në ummet për me kuptu çka ka qenë poenta e hadithit. Atë probleme kam pas vetëm fëmit, apo ndonjë analfabet që s'kupton kur gjë. Dhe me atë ishte shumë kollaj, një hoç, pak syçel që është, shumë kollaj e ka pas të asgjësojë këtë problem. Me njerë dhe e mirë të atë fëmi, apo atë filestar, që është pak analfabet dhe nuk din, me njerë që këtë ja kishte thanë, për meja, mbjell takdisin,
Takdis do thot atë shentrimin, atë lartmadhërimin dhe mos me e përngjasu Allahun me asgjë. Dja kish mbjell në zemër me që këtë shembull dhe që aty dë mbaron të puna. Të kish qenë me të vërtet Allahu të zbrese, stakfirullah, që kjo është tipar i cilësi e krijesave, çka do ishte poenta? Qëllimi, pse të zbrese Allahu? Pse të zbrese Allahu? Një të tretën e natës pse të zbrese? Aso në ngjon Allahu Teala, po duhet në afrohet neve, stakfirullah. Qëllimi. E Allahu Teala bën një punë që s'ka faide, që s'ka dobi, jo, pse të zbrese Allah? Ti momentin kur thush zbret Allahu me këtë kontekste, në pejgamberi e ka përdor këtë fjalë. Ama njetin e ka pas qetër kuptohet, pi Kuranit kuptohet, pi haditheve tjera kuptohet. Pse të zbreset e poshë Allahu kur s'ka nevoj të afrohet? Allahu Teala është i gjithë dëgjueshëm, di gjithë shka. Nuk ka nevoj ai për ma larg për ma afër. Me që këtë dja kishe mbyll gojnë, ati dja kishe largu këtë dyshimet, thoshte, po be, edhe për të mirë. Një alim tjetër, Fahrudin Razi, Allah ja rabi na bashko me atë në xhennet, për që këtë problematik, edhe një qëfar shembulli thjesht merr. Thot, mos belosh, mos thuj një të tretën e natës me të vërtet fizikisht zbret Allahu, se nëse këtu ku jemi neve është 1/3 e natës, në këtë moment, mbas disa kilometrave është mbas disa minutave. Mbas disa kilometrave është edhe mbas disa minutave. Këtu, nëse është ora tash sa është parafërsisht 8, në Amerikë sa është 8 orë dallimi. Bota është e rrumbullakët. Dhe çdo moment në dynja do ketë një pllëm toke ku do jetë 1/3 e fundit e natës. Sipas teje, kështu që besojsh, do të thotë Allahu zbret e ne mos në hip terma. Zaglavin këtë dynja. Po mos be kështu. Pak me mendu. Po. Nese, do me thanë, poenta është me i kuptu ato mesazhet e pejgamberit a.s. E thot, në atë vakët, selefët nuk e kanë pas këtë problem. Këto avamët që se një kanë kuptu këto, me një 2-3 shembuj të thjesht, edhe është asgjësu problemi. Ndërsa generatet e para, se s'ka pas kësi problemi, nuk kanë hyjë në komentime. Qashtu ka ardhë, qashtu ta ka transmetu. Se ulemat, ajo generat këshu e ka pakët. Momentin kur hyjësh në komentime, do të thot ti e krujsh fitnen për me u deviju apo për me u prish akidja islame. Në të vakët këshu është konsideru kjo. Pastaj thot, u përhapën akiden ndryshme, me përhapjen e teritoreve të islamit, afër persianëve aty, këndej afër evropianëve, lloj akidesh të prishura, filloi të ndikohet edhe akidja e muslimanit, njerëzit fillon më do ishin dosqarime. Atëherë si duhet ta kuptojmë këtë dhe vinë ulemat e gjeneratave pak më të tjeshme, që i themi khalef, edhe ato na japin dosqarime të bukura që na qetësojnë zemrat aty dhe me këtë është rujt akidja, imani i muslimanëve. Imam Ghazali tash e vazhdon. Tema halama mbas me shku ishte mos me prek në këto ajete. Dhe njëna prej vazifeve që duhet ta bëjmë ishte, dersi para fundit ka qenë mos me bë tevil. Do të thonë mos prek, mos komento. Tash do thosë mos bën tasrif. Tasrif do të thotë me prek në forma gramatikore. Dhe merr një shembull. Për shembull, Allahu Teala ka thënë istawa apo thumma istawa ala al-arsh. Pastaj bëri istiwa mbi arsh. Kjo është një formë e foljes në kohën e kaluar. Istawa. Këtë thot nuk mund të nxjerrësh në formën e emrit, ta bësh mustevin. Do me thënë, Allahu Teala bëri istiwa, mos e bëj istiwa bërës. Kështu ta kuptojmë tash. Allahu Teala istiwa. Si ta bëjmë? Allahu Teala njëna për disa kuptimeve, apo sundoj arshin, rregulloj arshin, kontrollon arshin. Ama mos e bëj sunduesi i arshit. Ma nëse shqiptash kur e përkthesh mund të jetë edhe Rabbul Arsh, Malikul Arsh. Shif, kur e përkthesh gjuhën shqipe, nuk shkon. Do thotë kështu. Nëse e dish gjuhën arabe, thotë nga forma si ka ardhur, themi, folje ka ardhur. Mos e bëj emër atë. Për shembull, besimi e ndihmoi bedin. Besimi i ndihmoi bedit. Mos i thuj besimi është ndihmës. Mos prek aty hiç. Tamam. Se mund të devijoj dikund kuptimi. Një detyrë tjetër që e ka muslimani është me hik nga qiyasi dhe tefri'i.
Qiyas do të thotë me bë krahasime, me nxjerr rezultate. Nëse ka thënë kët, atëherë sigurisht e thotë edhe kët. Kjo sidomos edhe me mezhebin Hanefi bie në kundërshtim, po edhe tefri' me degëzu pastaj. Shembulli i kësaj a vjen në për hadithe apo në për ajete, fjala yed që me përkthy në gjuhën shqipe vjen dorë, që nuk është organ apo. Yed është sifati i Allahut, e thot duke u bazuar në këtë, duke bërë krahasime, ka thënë Allahu Teala yed dorë, atëherë themi se ka krah, ka para krah, ka shpatulla e kështu me radhë saktë. Tamam. Tha me një hadith pejgamberi, Allahu Teala në thojza, qesh, qëllimi është qetërsend, nuk e përngjasojmë Allahun me kurrë. Atëherë themi se ka edhe dhëmë dhe gjuhë dhe buzë dhe ku e diçka. Kjo nuk o xhais, nuk mund këtë me e bë. E thot, aq më e largët nga kjo është, që zbohet fjalë se është haram dhe devimi i madh, duke u bazu se ka dorë me thënë se Allahu Teala ka kam. Ndërsa ne që dim arabisht pak edhe librat e qerve kur i lexojmë, edhe video që dëgjojmë, direkt e thot. Kam, thot, o xhamat. Kam, thot, pejgamberi që këtu, Allahu që këtu, o ti, për këtë u folbe. Mos se kjo akide me mia vite nuk devijoj, a bashkurdul YouTube-i dhe devionte. To gjitha janë të pa mundshme për Allahun Gjelle Gjelalu. Edhe diçka tjetër, e pesta dhe me këtë inshan, 6 pas kam fal. 5, 6. E pesta është, mos me i bashku këto fjalë që janë përdorur në kohë të ndryshme dhe në vende të ndryshme. Thot Imam Gazaliu, pejgamberi alayhis salatu wasalam ka jetuar 23 vjet si pejgamber. Dhe këto shprehje që i ka përdorur në hadithe, apo ajetet që na kanë ardhur për një interval kohor 23 vjeçar në raste dhe në mezhlise të ndryshme i ka përdorur pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam këto fjalë. Dhe thot nuk duhet tash ti që kjo ardh 1400 vjet më së ati me i mbledh këto fjalë dhe me i përmend se po Allahu ka stakfirullah që me organe me marr parasysh sy, dorë, krah, kam e kështu me radhë. Se atëherë thot me të vërtet parafiturohet një krijesë në kokë. Këto pejgamberi ka përdorur në raste të ndryshme me njerëz të ndryshëm. E ka ditë se ky sahabi nuk do më keq kuptoje, atij ja ka thënë këtë. Ky xhamat që e kam këtu nuk do më keq kuptoje, aty ne ja ka përmend këto. Edhe në kohë të ndryshme që ka një karine, themi ka ndodhur diçka që e krahason tash atë situatë dhe jep këtë shembull. Këtë edhe neve e bëjmë jetën e përditshme. Apo, në jetën e përditshme e bëjmë këtë. Bëjmë do krahasime, bëjmë do metafora që kalun edhe në derset e kaluara. Shif, themi ndodhi diçka, edhe thush hynin i luan në këtë mezhlis. Pse? Gjetë themi ka bodë një gjesë shumë të madh, një trimëri të madhe, e në thush hynin i luan. E tash veç gjallë jeme dhe ndoshta gjemë të betit mund të halis të presin një luan të hyje. Ne vim burat mëdhej, e dim se gjenë ndodhi një trimëri e madhe dhe kur hyn ai person, ju e kuptojni këtë metaforë. Qa ju ka qenë o gjemë. E tash paramendoni mbas 1400 vjetë këto derset të kishin marrë shënime njerëzit, unë njerë kam thënë luan, njerë kam thënë hyni një, thuaj një kafë qëtë që nuk dhe preken, një kali bukur, kali meret ofendim, hyni një tigër, bravo, qëtër, hyni një, arush, hyni një shqiponja, e mas 1400 vjetës që në ka mezhlis kjo korp zoologjik del, apo? Prandaj duhet mirë me hulumtu rrethanat. Do me thane kuptum, shefe dhe të neve në jetën tonë kuptohet kjo. Kur përmendet në një mezhlis një shembull specifik, ajo mas disa viteve, kur i mbledhish për një interval kohë shumë të gjatë, për një periudhë gjatë, moment kur dhe lexosh, dhe thot, akoma më keq është thot, kur i bëjnë këto libra dhe ka për qëllim, i bën Khuzejme, e ka bën një libër me emrin e Tauhid wa Ithbatu Sifati Rabb Azza wa Jall, që ma sot e kësaj dite, sot më ka shumë libra në këtë karakter që devion akidja muslimanëve. Ja lexosh librin, astaghfirullah. Më edhe fëmijët ndoshta me lexu do thonë, jo be, edhe çaq më nuk mundet. Edhe çaq më nuk mundet. Shumë gjanë me akiden e kësaj palës tjetër që e kemi prezent që jetojmë në atë shtet. Në hyni, dul, hipis, dripi. Mua ashtu më akuzojnë. Këtë akide që e ka ky as krishterët as jahudit se kanë. Elhamdulillah, që kanë muslimat. Elhamdulillah.
Për çat erdh şeriati jon, thon akidja e pejgamberve që u ala ummetit të vet, devijoi u bën krishter. Ato që devijoi u bën jehudi, do të thonë s'qen kemi në atë akide, elhamdulillah. Dhe kët xhahili e bën videove që këto ti. Pas as e shohë se kontradiktu po, rajnë kundërshtim me veten tënde. Mirë. Apo thot, nëse jam përmend thot në për si fjali apo njerë një fjalë tjetër është përmend ma pa një fjalë tjetër, ti nxjerrish këtë ato fjalët tjera, vetëm këto po i mblodhe, vërtet mund të keq kuptohet. Dhe e gjashta ishte, tash, ato që janë të përbashkëta, që janë përmend afër, mos me nda. Shembulli i kësaj, Allahu Teala thot, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Ai është el-qahir, ai që dominon, ai që sundon. Po edhe që ndonjëherë edhe në poshtë, bon rezil, Allah ja Rabbi na ruaj. Fawqa ibadihi, fawqa mbi robët e tij. Dhe do njerëz besojnë se me të vërtetë Zoti është nal nga ky ajet. E thot ti nëse nxjerrish këtë fjalë qahir nga kjo fjali, do të thot me sundu, qahir, wa huwa al-qahiru, ai që është sundues. Mbi kë sundon fawqa ibadihi, mbi robët e vet. Si ta hekish këtë fjalë të parë, me lan vetëm mbi, atëherë normalisht se kuptohet diçka fizike. Ama kur e kije një karine, një isharet para kësaj se ka të bëjë me sundim, mbreti sundon mbi popullatën e vete. Tamam. Mbi, e nuk në rinë mbi kokë, e mund në për tunele është. Ku e dish katin e partë pallatit rinë, katin e dytë rinë hizmeqari. Shif? Ama prap mbreti është mbi hizmeqarin me sundim. Edhe shembuj tjerë ka, mos e zgjasim ma shumë dersin, me këtë thot, që këto hollësina, thot, kanë probleme dhe ulemat dë njerë ndo raste me i kuptu, e ku më mbeti për xhamatlit e thjesht. Prandaj këto tema nuk është mirë, thot Imam Gazali, me i shpreh gjithandej në për xhamia, në për mimbere, ama ne që i nxjerrim në YouTube, pse i nxjerrim, pa të pak të nbarem, ka shumë devime në akide, që këtu të mblidhemi te Imam Gazaliu, bashkojmi me atë në botën tjetër. Thot me që këtë, inshallah, mund të kuptojmë, dhe thot është një temë që meriton shumë ihtijat. Ihtijat do thot me qenë shumë i kujdesshëm. Thot nëse për punët e haramit, halalit, shif, dyshojsh tash këtu, është çaj ajo, dyshojsh, atër leja anësh, nëse për këto çështje, veprave, amel, duhet me ka njeria ihtijatli, një njeri nëse duhet jetë ihtijatli, i kujdesshëm, me lanë mbas dore do gjëra, pse ka dyshime, nëse bëhet fjalë për cilësitë e Allahut, që këtu një gabim, ose dalish në bidat Zoti na ruaj, ose mund të përfundosh edhe në kufër, duhet jemi shumë të kujdesshëm se këtu është një rrezik i madh. Allahu ju shpërbleft, Allahu e shpërbleft njeri Imam Gazaliun, neve çdo herë lutemi atij ja Rabbi, shtoja derexhet në botën tjetër. Shumë dikon ky qita po xhema. Imam Gazali shumë dikon, ka një bereqet shumë të madh, mundoni edhe juve, Ihya Ulumuddinin e kemi shqip, ka edhe libra tjerë, turqisht kush din, librat e këtij Mubarek janë të përkthyer, me akiden e këtij shkojmë botën tjetër. Ky libër ishte shkruar shumë pak para vdekjes së Imam Gazaliut, këtë mos e harrojmë, me këtë e mbarojmë dersin dhe vazhdojmë inshallah më dersin tjetër me një detyrë tjetër. Wa akhiru da'wana enil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.